Zjal, ju thanë gjithë deputetëve, shkonin në shtëpi, kur ishin bërë veç se 2 muaj e gjysmë që ishin mbajtur zgjedhjet. E fituam një kohë shtesë prej rreth 5 javësh dhe u përpoqëm me krejt çka dime mundemi. Lidhës Demokratike të Kosovës, i thamë, e janë në bashkëqeverisje, zëvendës kryeministrin dhe 4 ministri, që është 2 fishja asaj që ka partia mësor. Thanë jo. Atëherë edhe Lidhës Demokratike të Kosovës, edhe Partisë Demokratike të Kosovës, ju thamë, me qenë se keni shumë hallë që ne po i marrim 3 pozitat e larta shtetërore, le ta bëjmë një rokad në kryesinë e kuvendit, ku ju merrni kryetarin e kuvendit, ndërkaq kryetaria juaj bëhet nën kryetari juaj bëhet kryetar. Ose edhe kryetari i partisë le të bëhet kryetar. Është çështje e tyre. Së pari LDK-s, jo, PDK-s, po ashtu jo. Dhe kur as kjo nuk pati sukses, ne thamë që tërhiqen Glauku dhe Fatmirja, nëse ju na i sjellni 3 emra, sepse PDK-ja me 22 deputet dhe LDK-ja me 15 deputet duhet bëhen bashkë që të propozojë një emër të vetëm. E ne ju thamë, ju që bashkë kur bëheni, mund të propozoni veç se një emër, ju propozoni 3 emra dhe ne ua garantojmë që njëri prej tyre zgjidhet. Edhe atin si e garantojmë. Ju thamë që ua garantojmë sepse së pari ua japim nënshkrimet që ata të kualifikohen për aplikim dhe në fund ju garantojmë që do të zgjidhet njëri prej tyre. Asnjë përgjigje prej tyre. E kur japim përgjigje, blokim, refuzim. 3 kandidatë, PDK dhe LDK, që i kanë vetëm 37 nënshkrime në rastin më të mirë, kanë mundur të na i propozojnë, ndërkohë që atyre ju nevojiten 90 nënshkrime. Por ata me 37 kandidatë në rastin më të mirë dhe ne si mazhorancë me 66 kandidatë, do të mbrinim edhe mbi 100 nënshkrime, kështu që 90 do të kishim të sigurt. Paramendoni seancën e Kuvendit të Republikës, ku duhet të votohet patjetër për njërin prej 3 kandidatëve që të gjitha ata 3 të propozuar nga opozita, e cila përndryshe kur bëhet bashkë, këtu po e fusim edhe subjektin tjetër AK-n, PDK, LDK, AK, të trija së bashku i kanë 43 deputet, na 57. Krejt mi bo bashkë, nuk bojnë sana. Krejt mi bo bashkë, du të mja ushtu edhe 1/3 e tyne për mu bo sana. E na ju thamë, ju propozoni 3 kandidat, ne jo zgjedhëm njërin, thanë jo. Me dekret prezidencial, ju thanë gjithë deputetve, shkonin në shtëpi,